kushtet ekologjike në liçenin e Ohrit janë të tilla që ai kërkon të jetojë vetëm këtu. Po kështu edhe 211 gjallësa të tjera pra që janë me vërtet një pasuri, 211 endelizma, kafsh dhe bime. Është vështirë të gjesh në Francë. Pra, ai ka një liçi aq i vogël, pra këto janë vlera që i tërheqin shumë turistët. I tërheqin pra turistët. Këto janë fotografi të fundit që unë kam bërë duke shkuar në Pogradec para 2 javësh, ja qyteti Pogradecit, mirë. Problemi është që Shqipëria ka pas ndërhyrje shumë të gabuara. Me vite të tëra, po të mash 100 vjetë studime, ose ta shikojsh ta fush në skanë në Shqipëri, ka pas ndërhyrje shumë të gabuar, ndërhyrjet njerëzore kanë qenë shumë të gabuar në natyrë. Shikoni këtu është një rezervuar i vogël, fatmirësisht rezervuarat janë me vlerë të jashtëzakonshme për janë ekosisteme shumë të dobishme, shumë të mira për natyrën. Por pranë këtij ekosistemi shikoni këto kotra këtu, unë i kam jetuar, kur kanë qenë me pyje shumë të mëdha, me lisa shumë të mëdha, pyje gjigante, dhe në Monizëm u prenë pyje dhe u terracuan, që të ktheheshin në temtore, në vreshta, pra u bë thjeshtësim ekologjik. Thjeshtësim ekologjik. Monokultura, pra mirëja me mollën, ose me darën, ose me tjetër, shkatrimi i pyjeve, qënë pra në thjeshtësim ekologjik. Por që ka ndodhur tani? Po e rimerë pylli, po e rimerë vete. Sepse nuk punohet më. E ka mundur, kjo ka qenë mbjellur me darë dhe me kumbull, është zhdukur, edhe qeshi, është zhdukur. E ka zhdukur, ka fillu pylli pra të rimarë vete. Por pyjet, po të marrim pylli është ndërtuar nga drurët, biodiversiteti në varet se sa i pasur është me drurët.